Gjibani ka zbuluar më shumë detaje nga takimi që ka pasur me Xhenetën pak javë më parë, teksa ishte i ftuar në podcastin e Meriton Mjekishit. Ai zbuloi se vite më parë ka punuar në restorantin e të afërmve të Xhenetës. Pyetje: cila është e vërteta e takimit tënd me Xhenetën, pasi ka pasur shumë aludime në rrjet? Gjibani: kur e takova Xhenetën para disa ditësh, nuk e takova me atributin e gjinisë së bukur, por e kam takuar në atributin e një motre, sepse unë babajnë e saj e njoh, kam punuar në restorantin e dajave të Xhenetës, në Malmo, në Suedi. Kam punuar rreth një vit aty. Kam qenë i dënuar me detyrim paraqitje në Suedi dhe duhet të tregoja një dimension të karakterit tim më të lishëm. Ja njoh babajnë dhe nënën Xhenetës, kështu që e kam takuar si motër. Pyetje: çfarë keni biseduar me Xhenetën? Gjibani: emri i Gjestit u përmend në bisedë. Do të ishte hipokrizi, do të ishte një gënjeshtër e madhe të thonim që nuk është përmendur. Njerëzit kujtojnë se unë u përjashtova nga Gjesti. Unë nuk u përjashtova nga Gjesti, u përjashtova për gjestin që bëra unë kundrejt Gjestit. Nuk ishte faji i Gjestit, ai tha çfarë tha, ajo loj nervash është. Gjesti është një djalosh që për mendimin tim i shet të gjitha, traditën, besën, të tëra për lojën e vet. Unë nuk kam nevojë t'i vërtetoj militantëve ose fansave të Gjestit se sa e kam dashur dhe sa e kam përkrahur unë, sepse veprat flasin vet. Ka video që kush do t'i shohë shikon. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.